Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve publik. Tani, do të flasim pak për filmin të shumë komentuar të Luis Eilit edhe Kiara Tito. Ju e dini shumë bukur që Luisi dhe Kiara punua një film. Një film që në fakt i kushtohet dashurisë së tyre, rrugtimit të tyre në jetë, mrekullive të bukura që në fakt jeta ka, por edhe sakrificave që ato të dy bën për këtë dashuri. Do të thënë Luisi dhe Kiara jemi dëshmitar të periudhës që kaloi, ato u ndeshën me shumë vështirësi, me kanë patur shumë probleme të ndryshme, vetëm për të shkatruar realisht atë çift, por unë mendoj aty ku triumfon dashuria, aty ku triumfon sinqeriteti, nuk ka forcë përveç Zotit që mund ta shkatërrojë atë. Loja e fundit është filmi që Luisi dhe Kiara kanë punuar me shumë dashuri. Një film që në fakt po pritet me shumë entuziazëm nga publiku për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë brenda këtij filmi. Realisht këtu bëhet fjalë për lidhje dashurie. Bëhet fjalë për sakrificë, siç e thash, për emocion. Por ju dëshironi të dini detajet se çfarë emri ka Luisi në film, çfarë emri ka Kiara në film, çfarë natyre ka filmi, kush janë regjisorët, aktorët e tjerë, në fakt që e mbushin këtë serial, le ta themi, nuk është serial, por është film me parte, domethënë kaq të bukur. Filmi do të transmetohet në shkurt të vitit 2026, pikërisht muajin tjetër. Nuk është se ka një datë të caktuar se kur do të transmetohet filmi, por pritshmëritë janë shumë të mëdha që të jetë dita e Shën Valentinit, 14 shkurti. Filmi i shumë pritur me Kiara Tito dhe Luis Eilin, Loja e fundit, që pritet të dalë në muajin shkurt, vijon të ngjall kuriozitet të madh tek publiku, ndërsa dal nga dal po zbulohen edhe disa detaje shumë interesante rreth filmit dhe historisë së këtij filmi. Është zbuluar se personazhet që interpretojnë dy protagonistët kryesor në film quhen Louise Bailey dhe Kiara Pipo. Louise Bailey dhe Kiara Pipo janë dy personazhet kryesor. Një detaj që ka tërhequr menjëherë vëmendjen për shkak të ngjajshmërive të dukshme me emrat edhe identitetin publik të tyre. Megjithatë, theksohet se filmi nuk rrëfen histori reale të Kiarës edhe të Luisit. Bëhet fjalë për një histori fiktive që lidhet me dashurinë e tyre, e ndërtuar mbi personazhe të imagjinuar, por edhe marrë si shembull nga jeta e tyre. Ajo që e bën filmin të ndihet kaq autentik është ngjajshmëria emocionale dhe kimia mes dy protagonistëve, element që japin rrëfimit një ndjesi shumë personale dhe reale për publikun. Përveç dy roleve kryesore, në kastin e aktorëve të zbuluar deri më tani, bëjnë pjesë edhe Akil Varfi, Englein Lankori, Besnik Çinari, Drande Xhaj dhe Zhani Ciko, duke premtuar një ansambël të pasur në fakt interpretimesh. Filmi vjen nga producentja dhe skenaristja Claudia Brahimaj me regji të Bjort Mezinaj. E njëjta dyshe krijuese që më herët kanë sjellur për publikun prodhime shumë të dashura si Luli dhe Goni i Lemes dhe serialin Hot, një serial që mori në fakt një sukses të jashtëzakonshëm. Filmi është një nga projektet më të komentuara të fillim vitit, le ta quajmë, ndërsa publiku pret me interes këtë zhvillim kaq të madh. Në fakt është një film që pritet me shumë dashuri, është një film që është krijuar me idenë e Luis Eilit, Luisi vetë ka dhënë idenë për këtë film. Ne presim me shumë qejf për ta parë, edhe pse në fakt dëshirojmë të ikim realitetit. Unë jam shumë i bindur që ky film bazohet në jetën e Luisit edhe të Kiarës, për të kuptuar më pas detajet se çfarë ndodh në përditshmëri.